Vijojnë problemet në territorin e qarkut Shkodër nga situata e rreshtit të shiut dhe dëborës. Në njoftim bëhet me dije se në territorin e bashkisë Shkodër nuk evidentojnë problematika përveç rrugës së Prekalit dhe Kirit, ku grupet e punës janë në terren duke punuar për zgjidhjen. Aksi Bok theth është i kalueshëm, por mjetet duhet të jenë pajisur me goma dimrore në Solltojnë deri destinacione malore. Në bashkinë Malësia e Madhe vijojnë rreshtet e shiut të shoqëruara me erë, ka probleme furnizimi energji elektrike në fidrat Zagor, Vrak dhe Kelmend. Ekipet janë në terren dhe po punojnë për riparimin e defekteve. Në bashkinë Fusharrës vijojnë rreshtet e shiut të shoqëruara me erë të fortë, por pa problematika të evidentuara. Në bashkinë Vauides vijojnë rreshtet e shiut me intensitet të ulët. Situata paraqitet pa probleme të gjitha njësitë administrative. Edhe në bashkinë Puk vijojnë rreshtet e shiut të shoqëruara me erë të fortë, por pa problematika të evidentuara. Ndërkohë aksi Koplik Bog dhe Deda Erazëm gjatë natës dhe në orët e mëngjesit ka pasur rreshi shiu, qarkullimi kryet normalisht pa problematika, mjetet duhet të jenë pajisura me goma dimrore. Ndërkohë në aksin Tamar Vermosh, rruga është e kalueshme pa probleme. Ka prezencë gurësh në disa segmente, ndërsa borpastruesit dhe punonësit janë në terren dhe po vijojnë pastrimin. Nivelet e lumenjve Buna, Drin, Kir, Gjadër, rezervuari i Shkodrës dhe prurit në perrend kryesor janë nën kuotet e rrezikut për përmbytje. Hidrovuajtët e Velipojës, Vilun dhe Qas janë në gatishmëri për punë me kapacitet të plotë, bëhet me dije njoftim.